Lezhë kremtoi ditën e arbëreshëve, e cila do të kthehet në një traditë të përvitshme çdo 1 mars, që prej orëve të paraditës së kësaj të diele, qyteti është përfshirë në fest, me një sër aktivitetesh si panajiri i artizanëve nga e gjithë Shqipëria, ekspozita, takime letrare, performance artistike dhe koncert festiv, duke prezantuar kulturën dhe traditën kombëtare. Kryetari i Bashkisë Pjeri Ndreu u shpreh se dita e arbëreshëve, e cila do të mbahet çdo vit në prag të 2 marsit, ditës së beslidhjes së Lezhës, është mënyra më e mirë për prezantimin e kulturave dhe promovimin e turizmit, ndërsa në të njëjtën linjë ishte edhe kryetari i Bashkisë San Demetrio Corone në Itali, Ernesto Madeo. Kemi organizuar këtë ditë në nder të arbëreshëve për t'i kushtuar një ditë dhe për ta lidhur natyrshëm me 2 marsin, Kuvendin e Lezhës dhe për të vazhduar festimet për 2 ditësh në Lezhë. Dhe unë mendoj se kjo na shërben edhe ne për të mbajtur gjallë traditat tona, po edhe për t'i shërbyer turizmit natyrshëm. Kjo fest është mjaft e rëndësishme për të bërë bashkë dhe për të mos harruar rrënjët, kulturën dhe traditën tonë të përbashkët, pavarësisht se jetojmë larg njëri tjetrit. Ne jemi një dhe duhet jemi sa më të bashkuar për të përcjellë vlerat tona kulturore dhe artistike. Pjesë e rëndësishme e ditës së arbëreshëve në Lezhë ishte edhe panajiri kombëtar i artizanatit, ku prezantua tradita dhe kultura e secilës zonë. Panajirët janë shumë mirë sepse na lidhin me bizneset, rrezimi i bizneseve, mojmë gjallë traditën, na shumë e kërkuar. Ne vim në Beradi dhe kryesorën kemi qytetin tonë, por kemi përshtatur dhe për qytetin tuaj, Skënderbeun, heroin tonë, sa janë të pëlqyeshme. Me ditën e arbëreshëve startuan veprimtaritë e shumta që do të organizohen në kuadër të 2 marsit, 582 vjetorit të beslidhjes, duke e kthyer Lezhën në kryeqendrën e bashkimit dhe krenarisë kombëtare.